se ti ke filluar e para, do vendos sa dua gishtin. Do vendos sa dua. Do vendos sa dua. Nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen kur të vendos gishtin. Nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen. Unë nuk ja drejtoj njeriu gishtin. Po ti mos ma drejto mua gishtin e pastaj ç'u e bëj unë? E kupton se e dëgjon veten kur flet? E dëgjon mirë vetë. Po ta dëgjon mirë vetë. Dëgjon atë që i thot vajzave rrugaçe. Okej? Po mi sklasi, mi zhuli, o zhuli vallë. Ti ai e ke mendjen. Mirë, ashtu jam. Si do të thuash ti ashtu jam. Qofsh ti kështu se ishte. Ai është të rrof. Një mashkull që është skuq, për mua është turn off, nuk e shoh dot. Nuk e shoh dot. Mos e shikon. Po kur ai të shikon ti e shikon ke. Se kur thua nuk e shoh, ky shikimi është reciprok. E ftoi në sauna një person turn off. Jo, e ka ftuar dhe Valbon në sauna atë ditë. Mu pse më thotë? Ka ftuar dhe Valbon, që të bëheshin shumë me ka ftuar dhe jo. Shumë seksial do. Jo, ta thotë. Me sa duket, pas ka qenë pro, nuk do të marrë në konsiderat. Jo, Zeni erdhi vetë erdhi. Zeni erdhi me pretendimin, Ola po bën një bisedë të hapur. E je shumë i neverit. Çuna s'po ta bar. Je shumë i neverit. Nuk e di. E vërteta është e neveritshme. Ta barku, po çfarë po qeshë me unë Ola? Mi hap zor të barku. Me atë të folur ti të hap zor të barku. Që ti s'ke çfarë bën më pa çuna këtu? O skus. Po ti që u zgjove ditën e 70 moral të barku. Jo, ditën e 80 jam zgjuar. Po, mirë, okay, fix, bravo, në rregull. Ditën e 80. Ti akoma në gjumë duke ndëruar, e kupton këtë? Fakta ai Prje pulën ti. Prje pulën atë. Jeta të je parto ti shkruaj